se dëshin më nakall neve me benzin para fëmijëve edhe u knaq për 27 vjet e kujtoj atë skenë të fëmijëve të me që në shiqojshin dritare. Është shumë e rëndë kur më kanë zonë mos i kum shpëtu një përshkatimit që faktikisht unë si shpëtova, po e morën urdhnin ata që i kërkojshin në shtab, po na zonën përsëri edhe disa është e rëndë kur për fat për herë të parë u gëzova që nuk kishte vetëm 1 litër e kishte vetura që pata qit me benzin. E ata qatë litër benzin dëshin me nxerr, se dëshin më nakall neve me benzin para fëmijëve edhe u knaqin ata thëshin, jo, nuk dojna juve 2 prindve mi u vra, po dojna mi u kall bashkë me fëmijë. Edhe unë për 27 vjet e kujtoj atë skenë të fëmijëve të me që në shiqojshin dritare, do thotë fare nuk i mbyllshin syt, do vetëm me sy hapur edhe vetëm presin se shka pi u ndodh, ata ndoshta nuk e dishin se shau të na ndodh, se na fal shumë serbisht. Po fëmiu më i madh ka qenë 12 vjet e më i vogël ka qenë 3 vjet e gjys. Shumë të veçantë. Njëri ka qenë 6 vjet e gjys, tjetri ka qenë, ndërsa një tjetër pe një traktorit na ka veç nga distanca një fëmijë tjetër 10 vjeç na ka shiqu pe traktorit se e morni kushen një fëmijë tjetër mos më mlan këtë po që se shohët familja mos shohëm i krejt. Të këto ngjarje të rënda cilat ju kanë shoqëruar edhe e këtyre viteve, dhe do t'ju shoqërojnë gjithmonë. Po, mu edhe shoqës na shoqënojnë. I keni të freskëta. I kemi të freskëta edhe nuk mundemi me harru. Pas luftës, për vitet tona, nuk kom guxu me lëshu televizorin ku ka pas ndaj masakër, sepse gruaja është shqetësu kur i ka pa ato skena, dhe sot e kësaj dite për vitëri ose kush shqet me armë, ajo shqetësohet. Rikujtohet, ka mbetur traumë. Nuk ka qef me pa armën, ani pse tash dy djemt i kam, dy djemt që i kam të angazhuar, njëri o gardian, kështu që e ka armën edhe tjetër është polic që e ka armën. Pas njerë ata në prezencë të nënës vetë nuk i hekin armë, e kanë